që i kom konsideru si gitarën edhe violinën si orendi shtëpiake. S'kom ditë që tjertë nuk i kanë, si gjithë tjertë. Fillorën e kom kryqëtu afer në këtë shkollën Azdreni. 2 vitet e para kom qenë lidhjet për Zrenit. Kom qenë edhe 2 vjetë në Foshnjare, kom përvoj për me shkollë të nivellit tullë sa dush. Edhe kom kryq gjimnazin. Në pej. 73-ën kam shku në Zagreb, 3 vjetë e kam regjistru teknologjinë, se kom pas pak prirje për kimi. Mirë po, mbas 3 vjetë dhe jam këthy, atëherë se kom ditë tash më duket që e kom matë qartë pse nuk e kryova në atë fakultet. Thjesht shumë atë e për e kom desht gitarën se kimin. Gitarën me studiu, për është desht me shku jashtë PES, jashtë Kosovës, me studiu në atë kuptim. Po këtë natyra jame nuk duron me jetu jashtë Kosovës. Thjesht, kretë që ka kom bon gitarë, nëse është ajo një farë e arritur, në është prej dashnis ndaj muzikës dhe instrumentit, jo mundu mi ndërtu vetë, në të njo me akademi, me sënd, po me shok, kom pas shok shumë të mirë të muzikës, si djallën e tezë, se kom pas Efraim Kastrati, një kompozitor mjaft i njoftun, ka qenë këngëtar me akademi të kryme për e ka studiu operën. Kom pas shok e kom ende Bedri Islami, një këngëtar shumë i njoftun. Bedriu i Gose Spejani. Edhe në Gose Spejani ndihet gitarja ime. Thonë, njëri tjetër në kem mësu. Kom pas shoqni kom basko me atë Musen, cili vinte prej Francës, prej Parizit. A i natë kohë në ka informu me sende që sot mëson sigurisht në për akademi. Kom basko ka pru ndo një disk, nota, ashtu, me bashkëpunim me shok, me... Qashtu jonë fillimet e i... Për krajën e familjes nuk e haron kur, sidomos të babait që thot se i hapi shumë rrugë në një kohë kur shumica nuk e dinin as çfarë janë instrumentet e muzikës. Të unë ka qenë gati si shumë send i lehtë, sepse babem ka qenë antar i shoqënisë përparimi dhe ai edhe si sekretar i përparimit, shumë shpesh i biki instrumentin të shtëpi. Në fakt, gitarën e kem pas veç, edhe një violinë. Vjen mu përsërit veç diçka që kom konsideru si gitarën edhe violinën si orendi shtëpiake. S'kom ditë që tjertë nuk i kanë. Mendu që kem tavolinë, kem karik, fotel, e kem një gitarë dhe një violinë. Unë ashtu në telat zbrastë dhe si fëmi, si të në fëmi, e kom prek gitarën. Një moment, që duhet gjithmonë me ekzistu moment i parë, më kujtot një gjenerat pak me vjetër, se unë kërkum prej me e mi pru gitarën, se dëshim i bo një qfaqe të lagjës. Dhe e mësova një kongë prej një qike s'kojshi, që kishë mësu një kongë me një tel, e mësova me të parë. Për dallim prej shokëve tjerë, po këtë qikë kom qenë pak ma i talentu me mësova shumë letë. Atër shumë shpet një valcër të bukur ma mësoj baba, që i bike shumë bukur. Edhe kisha durimin tjertë, vës që provune dhe e lanë, unë vazhdo.